80 vota. 80 vota. 81 vota, po. Çka s'po thot vërtetën vetëvendosja, edhe zoti Kurti, është që mu i mjaltit mes Vjosa Osmanit edhe zotit Kurti ka përfundu. Kur? Ka përfundu ma herët, po tash ka dalë në pa. Zoti Kurti ka qenë korrekt me zonjën Osmani, i ka përmbush marrëveshjet që janë dakordu ata si lider dhe një farforme i ka nimu njoni tjetrit. 2021. Sakt, kështu që une po, në bazë të asojna që po e shoh, deklarimeve zotit Kurti, që ka qenë shumë i kujdesshëm, po edhe shumë i matën, për herë të parë, po flasë si gazetar, që e kom pa që e ka seriozisht, kur thot që për çështjen e presidentes duhet diskutohet me partitë politike dhe duhet ketë marrëveshje, edhe që thot që e ka të vështirë t'i siguroj 80 numra për cilin do kandidat apo është femër apo mashkull. Kjo që apo shihet se tash edhe mrana listës guxo, edhe mrana vetëvendosjes, se qyre pushteti i prish thoi një farfjale dhe hoxhallar, kështu në thojza, e lemo partit politike, së janë interesat në va, tash duhet në për këto komuna, kur janë fitu mandatët, janë kërkesat, janë drejtorat, janë drejtorit, janë krejt përgjithësit, se është mjalta në pyetje, kështu që kush punon me mjalt, pa ilpigisht, ato është problem. Miku jam. Unë po e shoh një farë ndamje të rrugës me zonjën Osmani, kështu që zonja Osmani unë po besoj që e ka të vështirë ta siguroj mandatin edhe pse ambicje ka, po e ka përfundu misionin e vetë, kështu që unë besoj që duhet të vi në tavolin një figure re politike, që tjetë ma unifiku se zonja Osmani, edhe pse s'duhet me i hynë hak, në raport me situatën politike në Kosovë nuk ka qenë unifikuse, por në raport me diplomacin e ka bo një punë të mirë si e para e shtetit Kosovë. Sigurisht, do tjetë një prej temave kyçe me cilat